Jeni mësu shikues të rregull të nxum që pothuajse çdo të premte të keni diçka nga teatri, nga kinemaja, po këtë herë duam të ju tregojmë prapa skenat e serialit shumë të shikuar e që po na bëjnë krenar çunat me rolet e tyre. Bëhet fjalë për Shtëpia e Madhe. Në setin e xhirimeve nga ky serial, unë dua t'ju tregoj shumë detaje interesante. Një serial që ka bërë për vete këdo, me një histori teje të ndjeshme, që ka përjetuar në mos secili shqiptar të shumt prej tyre. Çdo ditë më shumë që trem borxhe njerëve që ka më kanë të shkatru më shumë. Po kritike na marr. Që puna dhe do. Bëhet fjalë për emigrimin në vendet e tjera me qëllimin e vetëm për një jetesë më të mirë. Ka marrë dhënë po hashtin e çto. Po qite si ju duhet. Kanë mjaftuar 12 epizoda që kasti aktorëve të këtij seriali të jenë artistë të pëlqyer nga audienca. Shtëpia e Madhe, me skenar dhe regji nga Arianit Hoti, do të vazhdoj me sezonin e dytë, e tani e tutje përveç transmetimit në kanalin zyrtar në YouTube, a do ta shohim edhe në Klan Kosova. Nxum ishte pjesë e setit e ju sjell pamje ekskluzive nga xhirimi një epizode të këtij seriali të pëlqyer nga masa. Vlen të përmendet që mysafir në 3-4 epizode është Alban Rexhaj, sa do tjetë dhe ai aktor në komplet sezonin, mbetet të kuptohet në vazhdimsi. Shikuesit e mi më të mirë të nxum e din që asnjëherë nuk ju lëshoj pas storie ekskluzive, këtë herë kemi ardhur në setin e xhirimeve, ashtu si u thash më herët që do të vim në prapaskena të një prej serialeve që na ka bërë shumë bashkë edhe që po e ndjejmë shumë një histori që ndoshta na ka ndodhur të gjithëve në familjet tona. Se për çka bëhet fjalë, unë mikrofonin tash veç e ka Arianiti, i cili do na tregoj shumë sa i përket xhirimeve të fundit të serialit Shtëpia e Madhe. Përshëndetje, është kënaqësi që në fakt unë jam sot me juve këtu. Përshëndetje. Na jena të xhiruar tash momentalisht episodin e 4, disa skena të episodës 3 dhe disa skena të episodës 4, serialit Shtëpia e Madhe. 2 epizodat e parë kemi xhiruar më herët. Tash jemi në episodin e 4 ku me 28-in premte transmetohet episodi i parë. Qysh ju do rikthimin, ndoshta shikuesit ju kanë kërkuar shumë e kompatën në rrjetet sociale. Qysh është ndoshta për ty si ndjesi kjo që një me ke bashku krejt njerëzit në shtëpia të premteve? Po, qëre, na tek e fundit këtë punë për çfarë e bojmë? E bojmë për publik, e bojmë për mi pëlqy dikujna dhe kur na arrina me kap këtë mision, me realizu këtë mision, atëherë normal që për neve është arrit çajo kryesorja që kemi si ambicie. Rikthimi u konë shumë i mirë për shkak të ekipës, po nuk kena pazuar edhe shumë, nuk ka ro 2 muaj ditë, ashtu 2 muaj ditë të mira. Edhe mendoj që kemi vazhduar aty ku kemi lënë. Tema, ka qenë një ndër temat që ndoshta është diskutu, po nuk kanë pas guximin thonjza për me realizu. Pse pikërisht Arianiti goditet tani me këtë projekt? Qysh e kanë prit njerëzit që e kanë përjetu? Unë mendoj që prit jashtëzakonisht mirë të marrë parasysh komentet që kemi lexuar në rrjetet sociale. Kjo temë na prek thuajse tonë, dika në mënyrë direkte, dika në mënyrë indirekte. Edhe u konë një temë që e ka ditë këtë Kosova, konë një joll pak e keqe, histori tonë, që nuk është shumë aty, është blikon që 10 vjetë. Edhe sigurisht edhe nuk kom pas familjarë, edhe nuk kom pas shokë që kanë tentu të njëjtën gjë me bo. Edhe para shumë edhe ajo ka qenë një farë lloj inspirimi për me bo serial. Është rol që po më sfidon kogja shumë, që po e pëlqej tepër. Du kogja shumë, po edhe po munon kogja shumë.
Sa për shembull nëse flasim në aspektin e psikologjikës. Ka barë të madhe, ka bëjt të shkatrimi familjes, ka ndodhë raste tragjike, ka pa dekën me sy, edhe janë dilemat mëdha që mas ne mundojnë gjatë realizimit të rolit edhe kur nuk pe di ku jo. A ka ndaj dozë personale të rolit tënd që në mënyrë indirekte ka përjetu dikush jote ose te personalisht? Jo, s'kisha me thonë familje që kam dikon që raste që ka bëhe migrim, po, ka flasë, kemi gati këtu se cilë kemi dikon prej familjes, po në këtë lloj tragjedie që ndodhin, nuk kam dikon ta. Biseda me aktorët e Shtëpia e Madhe ka vazhduar me Edlirin, i cili përnzumi thot përshtypjet e tij për rolin që ka. Kush është sheraxhiu i ekipës tash? Hajde ta hapim zemrën tek. Leoniti. Sa për shembull? Fakt, më falë që po tham Leoniti, po jem koqa si bashkë. Po se di, kemi një farë kimie që është me Leoniti në shumë problem këtë në dramë, fatmirësisht po më rina ka pak më nëlla në të seriale tjera. është do ashtë edhe me dalë jashtë, kejtë me pauzu një orë, diçka se është problem, nuk e di pse. Po për neve shumë mirë na kënaqem. Qysh je ambientu me rolin, po më intereson me dita, ke pas ndoshta ndaj gjë sfiduese që ke thonë s'muj me bo, po që të e pas Aranitin kolegë dhe shef, ke thonë hajtë se po bëj për të për shembull. A ka diçka që ti s'ke mujt me realizu? Jo, po më nëjmë. Unë ashtë kështu jam edhe djali vogël në shtëpi. I falen. Jo më kështu njëtë përditshme. Kështu që veç emnin ja për ndru, po e gore. Jo, që ata që tha dhe labi për shembull, se cila familje që na në Kosovë e kanë të përjetuar me që emigrimin e dikujt familjarëve. Unë fatkeqësisht shumicën e familjes e kam jashtë, kështu që kështu ka fillu si personazh gëzimi është paraqit në serial. E tash për momentin është një djalë i shtëpisë, kështu që mirë, një djalë i jogurti qetë, të presim çfarë bëhet më vonë. Kam marrë koptereve të pak. Thjesht nuk po qef me largu kërkosh për shtëpisë. E një ndër rolet që ka marrë komente të shumta është ai i Jetonit, që luhet me mjeshtri nga Leonid Maloku. Se më në bre vetën. Po kujna mi alon o djalja. Nëse më sjella rastisht, se unë nuk e di çka ndodh me personazhin tim sezonin e dytë. Arjanit e ka ndodhur. Po metet me pa për një mend në episodin e parë, sezonin e dytë, çka vazhdon këtë seriali edhe për një mend ka pas shumë pikë pyetje pe publikut, çka ndodh, kisha dashur na lënë edhe pak çat pikë pyetje me pas secili shikues, kështu që juftoj me pa. Tash do se para prakisht Aranitin e kam lidh bet, çka bën me folë, çka s'bën. Kështu që s'po gëzoj më shumë. Po nëse flasim tash për komedi. Nuk kam sqaruar këtë, se erdha veç pak me mu, kolegëve, edhe se kom ditë se ka intervistë se shau. E kanë më. Ska lidhje. Sprekëm. Nëse flasim për komedisë në dramë, a mujtë me u përshtat, duke ditë që je pak si natyrë komike? Pa i qëre, se cili aktor më që e gjen, ose duhet me gjetë vetën edhe në dramë dhe në komedi. Edhe po më nej normal, kjo shkon bashkëpunim gjithmonë me regjisor, me skenarist, edhe nuk lojnë vetë, se cili ndihmojnë qysh rreth personazhit, dhe karakterit, edhe normal edhe vetë. Edhe nëj s'është problemi madh me gjithë vetën. Çu kanë për ty sezona e parë, po mendoj komentet e njerëzve, Sezona e parë mirë kanë deri në fund tani ka shpërthy personazhi te episodin e fundit e vrojnë me thonë me një farë fjale, kështu edhe çaty ka normal ka pas komente, pyetje shumë a kthehesh ajo, kështu që nuk e di ja na kthejnë ajo. Ja lojnë dorë skenaristit. E kuptojmë. Kaloj atë lutem tek Albani, i cili për ata që kanë pas sezonën e parë, e kanë pas që nuk je kon pjesë e serialit. Apo na zbulon pse je këto? Pse je ardh? Përshëndetje. Unë jam këtu i ftuar prej Arjanitit, po. Bukën e bjen. Po. Unë kam një rol besoj epizodik. Nuk e di, asoj punë nuk e di. Po të kështarë zë ka dhe me Arjaniti i dhe këtë krej. Epizodik edhe po, flamura jetë. Po më nëj, unë jam veç një
gurnat mozaikun e madh të serialit që veç se publiku është mësuar mi po këto ftyra dhe këto role dhe menoj që mëj nashta me kontribu sa do pak që me ky serial me pasat mbarvajtën edhe në sezonin e dytë që ka pas në të parën që u kon një serial që realisht i ka thy pak ato tabut që në Kosovë mund është me bo diçka veç me komedi. Niti u dal ndashta ndër të parë që e ka ndru këtë lojë, këto rregullat lojës, edhe që mendoj që ka bërë shumë mirë. Ti po thu që jemi mysafir, a me të besu? Se dhe për Leonitin në një intervistën e kaluar me s'dija kthena nuk besoj, po qa? Realisht unë jam me shumë gjas, që ashtu që shumë këna fol me Nitin, që jam rol epizodik, po që për një men këto punë ka njerë nuk i dijet, mundet më ju vyjë edhe në të ardhmen, po që ashtu është menu si fillim. Tani që shes nuk i di. Kur e ke pas sezonin e parë, tash hape zamrën pak, mos u bë djali mirë. A ke thonë ti shakon edhe në pjesë e këtij seriali? Po, Niti e den. Tra më thonë se na sa do që luajm po në zhandër komedi edhe ajo ka pjesën e vet. Mirë po që drama është tjetër sen. Edhe normal që këna lak më ka pjesë e një seriali tillë, secili aktor e ka pak ëndër. Kështu që mirë që më riva me kom pjesë sa do pak. Tek shyrëm se çka do jetë. Që ka po të na lutet sezonën e parë. Apo në dhe vllau. Tash është vllau jon prej Maqedonisë, e që po mbohet shefi që u takon prap, njihemi prej shumë vitesh. A më tregon sa po janë të lotshme këto udhëtimet Kosovë-Maqedoni dhe pse? Po tash me thon dikujt më është bërë rutina, nuk e ndjej qa shumë lodhe, sidomos kur e di që kam marrë me xhiru, me një ekip të mirë, me një serial që po thoni mirë, kështu që se ndjej lodhe hiç. A u mësun shikuesit se na jena mësuar të fakrit kohën teatr ose në role tjera, po ky pak më ndryshe. Sa ka qenë sfiduese për ty ose që të kalon edhe pa gjumë natën, të mendu prej Marakut sa kom ja dal ose sa kom u pranu prej njerëzve? Shive çdo rol që e marrim në përsipër është sfiduese. Si në teatr, si në film, si kudo qoftë. Edhe kjo në vetvete është sfiduese për aktorët, për personazhin. Do me thonë janë do rregullat të aktrimit që mos me tepru, mos me dal banal, edhe gjithmonë tu pas kujdes të ndërtu vazhdimisht me kujdes edhe në fund besoj që kemi arrit një diçka normal. E mira në art nuk ka fund, edhe çdo herë e lypim më të mirën si në serial, si në personazhe. Një ndër komentet më të mira që njerëz ta kanë bërë, apo ndan me neve që ka bërë kështu motivim. Një ndër komentet më të mira që ka qenë nuk je, do me thonë, je poshtat shumë të Kosovës, me që jam i Maqedonisë, do me thonë e ke thy dialektin e tash je poshtat shumë në serial si personazh në bazë të dialektit. Kjo është një gjë e mirë, kur arrin një aktor me thy gjuhën dialektin është një gjë pozitive për të. Faleminderit që mbaj mikrofonin, ma thuj ti të njëjtën përgjigje, do me thonë një koment që tash po të metu në kry. Që me thonë drejtën, thonë drejtën pak që shka shku sezona e parë, edhe përfundimin që ka po sezona e parë, njerëzve ju kom dhimt për një me se ndodhë që është epizodi fundit, edhe ju kom dhimt se e kanë po që kom luftu, që kom hek për me mbledh dhe pare, për me siguru vllaut, edhe shumë komente ka të mira, po ka komente që thonë që unë e gjej vetën të ti, inshallah qohesh, inshallah pjesë e serialet, janë komente të mira që për një me të bojnë më një mirë edhe ke qatë mundin e qatë lodhin që ke pas të nashta ketë sezonën, që tu ta hekin, apëdin është një fash lirimi që e ki kur e shesh dhe komente. Që komente ka të mira që tu të këqia s'ka pas. Për komentet e mira, pa dyshim që folën edhe treshja krahu tim të djathtë. Mu që jam knaqësh që komplet komente që e kam për serialin kam komente, veç të mira, veç pozitive. Edhe sa në më mirë është që seriali u kap në qysh në epizodën e 2, 3, veç filloj mu kap. Kështu që për mu mjaftojnë që ato komente. Po nashta ka me pas në skenë që në sezon 2 tani janë ishën shkujnë edhe për mu si për jetonin e për... A Ismail? Ismail, më falj. Ka
kalojmë tash edhe te labi njëjtat pyetje. E di që për ty ndoshta ka shumë a shumë sepse je shfaq më shumë dhe i ke emocionu njerëz më shumë. Kom pas komente. Po për shembull një Unë si tip kam nevojë për kritik, jam edhe vetë autokritik, po sinqerisht ka pas komente shumë interesante. Sidomos për skena e këllimit, epizodi 10, ku Flamuri, aty me thonë drejt një 30 sekondita çfarë dita është se ka pas komente, na kanë vërshu kështu komplet. Edhe mendoj që është një prej skena më të mira unë. Jo pse kom lujt unë, po që si realizimin të nësi. E për fund, Arianiti zbulon edhe një detaj interesant për serialin Shtëpia e Madhe. Më me thonë në sen që ky sezon ka më konë pak më ndryshe se sezoni i parë në kuptimin e mirë, inshallah. Sezoni i parë ka qenë pak ma një drama ma emocionale, pak ma e ka dalshme, kështu me thonë. Synimi jonë është që këtë sezon me pas edhe atë pjesë, po njëkohësisht pak me pas edhe pak një dinamik pak më të shpejt, një dinamik pak më të mirë. Mos me qit veç fukarallak, po me qit pak edhe sene të bukura. A ka më martu na i kush me na i kon? Vetet të shihen. Kështu që edhe për zgjedhjen e lokacioneve, edhe në gjithë shka jena tu i bo me kujdes. Unë shfrytëzoj rastin me i falendru krejt që po na lëshojnë objektet e tyre për realizim, shembull edhe kjo. Në vazhdim ju lëm me disa nga prapaskenat e xhirimit të epizodës 4 të sezonës së dytë. Shikim të këndshëm.